Shikues dhe ndëgjues të nderuar, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se vini në emisionin Në prag të iftarit, emision I cili realizohet në bashkëpunim mes Muftinisë së Shkupit dhe Radiovatit. Ky emision transmetohet në kanalin zyrtar TV Muftinia dhe emetohet në valët e Radiovatit. Me mua sonte është hoxha I nderuar Lokman Efendi Arifi, I cili është imam dhe hatib në xhamin e re të Gërçecit. Hoxhë I nderuar, mirë se na erdhe. Selamu alaikum, mirë se ju gjej. Hoxh, ne do të flasim, jemi në ditët e fundit pra të Ramazanit dhe do të flasim për përcjelljen e Ramazanit. Hoxh, me çka e përcjellim ne Ramazanin dhe si e kanë prit të parët tanë sahabët Ramazanin? Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahun xhalla xhelaluhu. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë I dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Fillimisht falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për këto mirësi të mëdha që na I ka dhuruar, veçanërisht që Allahu xhalla xhelaluhu na ka mundësuar që të arrijmë ato netët dhe ditët e fundta të këtij muaji, të cilën Allahu xhalla xhelaluhu e ka vlerësuar shumë dhe padyshim se mirësia dhe kulminacioni I mirësisë është që të ta mundson Allahu xhalla xhelaluhu që të arrish fundin e këtij muaji, që me shpresë të madhe të gjithë na si musliman e lutim Allahu xhalla xhelaluhu që Allahu ta pranon këtë ibadet nga ne. Dhe Allahun e lusmi që Allahu xhalla xhelaluhu ta pranon nga ne dhe nga gjithë muslimanët dhe Allahu xhalla xhelaluhu ta bën që ky muaj të jetë një ndër shkaqet më kryesore të përmirësimit të zemrave tona, të shpirtit tonë dhe të besimit tonë, dhe padyshim se me këtë muaj kemi rrit dhe besimin tonë. Dhe një ashtu nga pikëllimi I madh për të cilën e ndjejnë muslimanët në ndarjen e tyre nga ky muaj, se me të vërtetë është një muaj subhanallahu që Allahu xhalla xhelaluhu e ka veçuar me mirësitë e mëdha të Tij, dhe se Allahu xhalla xhelaluhu në to liron qafa nga zjarri I xhehenemit. Edhe ajo dëshira më e madhe për secilin musliman në përfundimin e këtij muaji është, a thua kemi arritur lirimin e qafave tona nga zjarri I xhehenemit, ashtu si na premtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ashtu padyshim se në këtë muaj ai pikëllimi I madh është se a thua mos vallë do të jemi na, apo personal pe marrë që nga vetja ime dhe secili musliman ta merr nga vetja e tij, se a thua kemi arritur që gjatë këtij muaji të na falen mëkatet dhe të dalemi nga ky muaj me mëkate të falura. Sikur që transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, poshtë hunda e atij njeriu I cili është futur Ramazanit të ai, apo kjo është futur në Ramazan, e ka arritur Ramazanin që fillim e deri në fund, dhe pastaj të zhveshet Ramazani nga ky, dhe ende mos të I falen mëkatet atij. Dhe kjo padyshim se është një ndër arsyet që subhanallahu na si musliman që në start me të vërtet u gëzoshim dhe e përcjellnim ditët e para të arritjes së këtij muaji. Edhe të gjithë muslimanët e ndishin këtë gëzim dhe këtë hare me ardhjen e muajit të Ramazanit. Dhe padyshim që ja në këto ditë me të cilët e përcjellim na ndijmë një pikëllim të madh dhe mbërzitemi shumë me kalimin e këtij muaji. Dhe kështu ishin domethënë dhe muslimanët në përgjithësi. Dhe na duhet të pikëllohemi edhe nga pikëllimi o vëllezër na lutojnë syt. Padyshim se na lutojnë syt e zemrës para se të na lutojnë syt tona të ballit të cilët I kemi. Dhe tha Ibn Rajab rahimullah një ashtu, tha kayfa la yajri lil mu'mini ala firaqihi dumu'u wa huwa la yadri hal baqiya fi umrihi ilayhi ruju'u. Tha qysh mos të pikojnë syt e një muslimanit nga pikëllimi I tij për ndarjen e tij nga muaji I Ramazanit,
kur ai nuk e din mo a thua do të ketë edhe një herë shans në jetën e tij që ai të i rikthehet edhe një herë muajit të Ramazanit apo të arrijë edhe një herë Ramazanin. Dhe mu për atë edhe të parët tonë ishin ata të cilët u pikëllonin shumë me largimin e muajit të Ramazanit. Dhe ka cekur një ashtu Ibn Rajab rahimullah një fjalë të Mualla ibn al-Fadl, i cili ishte ai i cili tregoi se të parët tonë, paraardhësit tonë ishin ata të cilët para se të vjen Ramazani me 6 muaj i lutnin Allahu xhela xhelaluhu që t'ja u mundëson arritjen e Ramazanit. Dhe pas Ramazanit ata ju lutshin Allahu xhela xhelaluhu me 6 muaj që t'ja u mundëson Allahu xhela xhelaluhu pranimin e këtij muaji. T'ja u pranon Allahu xhela xhelaluhu Ramazanin. Dhe një ashtu o vëllezër, domethënë ishin ata të cilët qanin me ndarjen e këtij. Edhe në fundet e ditës së Ramazanit, që nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dilnin, siç ishte njëri prej tyre Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, i cili e kishte këtë dert, sa thua vallë, ju kanë pranuar veprat e tyre të cilat i bënin në Ramazan. Se me të vërtet në këtë muaj, subhanallah, njeriu mundet me humb një mirësi të madhe shumë, që e ka cekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Ibn Majah nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ash-shahra qad hadarakum, fihi laylatun khairun min 1000 shahr. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë se ky muaj i cili ju ka ardhur juve, në to është një natë e cila është më e vlefshme se 1000 muaj. Tha men hurimaha faqad hurima al-khayra kullu. Tha pejgamberi sallam se kushdo që privohet nga kjo natë, nga kjo mirësi e madhe, Allahu xhela xhelalu që e ka veçuar kët, tha ai me të vërtetë është i privuar nga gjitha mirësitë. Pra, të jesh i privuar nga mirësitë e tëra, me të vërtetë është për të qartë. Se njerëzit në Ramazan duhet që ata të arrijnë këtë mirësi. Ja dikush që nuk e ka arritur, pra ose dikush që u mundua dhe ai përpjekjen e tij e dha që ai të mundohet që të fiton në këtë muaj, dhe plus pas asaj i vinte se a thua mos valte Allahu xhela xhelaluhu mos të i pranohen këto vepra. Pra një pikëllim ishte, siç thash, pra Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu në natën e fundit të Ramazanit dilte dhe thirrte, a ka kush që më lajmëron, kush është ai i pranuari që ta urojmë dhe kush është ai i privuari që na ta ngushëllojmë. Dhe Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu është një ashtu thonte, menil maqbulu fanuhannih wa menil mahrumu fanu'azzi. Kush është ai i pranuari që na ta urojmë ata që ju pranuan veprat e tij, gjithat përpjekjet e tij të cilën e bënte në Ramazan, dhe kush është ai i cili u privua nga gjithë këto mirësi. Të privohesh, e veçanërisht të privohesh nga nata e cila është më e vlefshme që Allahu xhela xhelalu e caktoi të ketë këtë vlerë të madhe në këtë muaj, atëherë pra ai njeri e din se është privuar nga tërë mirësitë. Dhe kush është pra ai i cili është i privuar nga kjo mirësi e na ato ta ngushëllojmë. Dhe mu për këtë, një ashtu dhe siç transmeton Imam Tirmidhiu dhe Imam Ahmedi nga Aisha radhiyallahu anha, tha se e kam pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një ajet të Allahu xhela xhelaluhu në surat Mu'minun, që Allahu xhela xhelaluhu tha walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Që ajeti në kuptim që do të thotë ata të cilët kur japin dhe shpenzojnë dhuratën e tyre apo sadakan e tyre, ato e kanë një frikë në zemrën e tyre se a thua mos vall, Allahu xhela xhelaluhu aja u pranon, a e kanë dhënë me hakun ashtu sikur që duhet, a e kanë dhënë obligueshmërinë e saj në atë formë dhe mënyrën më të mirë ashtu sikur që duhet, apo mos vall vetëm ju ka shkuar ajo vepër dhe nuk ju ka pranuar. E Aisha radhiyallahu anha tha i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, humul ladhina yashrabuna al-khamr wa yasriqun? Tha mos vall janë këto ata të cilët pinë verë dhe vjedhin, dhe do më thonë e kanë këtë frikë se mos t'i pranojnë veprat. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la ya bint Siddiq, jo o vajza e Siddiqut, pra për Abu Bekr radhiyallahu anhu, se ishte vajza e Abu Bekr Siddiqit radhiyallahu anhu, tha por ato janë alladhina yusallun, ata të cilët u falshin dhe ato të cilët agjerojshin, dhe pastaj ata e kishin do më thonë këtë frikë. E kishin frikën se mos vall këto vepra mos të ju pranohen te Allahu xhela xhelaluhu.
Dhe këto ishin ata të tillë të cilët garonin me veprat e mira dhe u mundonin që të arrin sa më shumë vepra dhe pastaj në fund e kishin këtë frikë, të cilën nga frika e tyre dhe u pikëllonin, a thua mos vall, te Allahu xhelle xhelaluhu mos t'ju pranohen veprat. Dhe një ashtu kanë qenë dhe dikush prej të parëve tonë, si Fadalet ibn Ubejd radiallahu anhu, i cili thonte se une do të kisha pas dëshirë të di se nëse Allahu xhelle xhelaluhu më ka pranuar sa një grimc atomi nga veprat, apo sa një farë të një bime nga veprat, thot nuk do të kishte më të dashur te unë se sa dunjaja dhe çka kanë ta. Nëse e kisha ditur se Allahu xhelle xhelaluhu më ka pranuar një vepër të tillë. Përse? Për arsye se Allahu xhelle xhelaluhu tha ka thonë inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Tasa Allahu xhelle xhelaluhu ka treguar në Kur'an se ai nuk i pranon vetëm se nga ato të devotshmit. I pranon veprat Allahu xhelle xhelaluhu të sinqerta nga ata të devotshmit. Një ashtu dhe Omer ibn Khattabi radiallahu anhu thonte sikur ta di që Allahu xhelle xhelaluhu mi ka pranuar 2 rekat namaz, tha unë do të kishna shpresu që të vdes në moment. Tha përse? Për arsye se nëse më pranohen 2 rekat dhe di që i kam bo sinqerisht te Allahu xhelle xhelaluhu për të pranuar, kushti ishte tha se Allahu xhelle xhelaluhu ka thonë inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Se Allahu xhelle xhelaluhu me të vërtet, dhe kjo fjala inma në gjuhën arabe i thojnë në gjuhë tufidul hasr, që përkufizohet apo përkufizimi i në çështje se Allahu xhelle xhelaluhu pra nuk pranon vetëm se nga të devotshmit. E kjo është pra arsyeja një ashtu, dhe njëri nga të parët tanë i cili ishte Amr ibn Abdullah ibn Zubair rahimullah, i cili në shtratin e vdekjes së tij filloi të qanë shumë dhe qante shumë, derisa kur i thanë për arsyeën e të qamurit e tij, qante për arsye tha se kisha pas dëshirë të di, a thua Allahu xhelle xhelaluhu mi ka pranuar veprat e mia gjatë jetës time, përpjekjes time të cilën e kam bërë, për shkak se sikur ta dinja se Allahu xhelaluhu mi ka pranuar, tha se Allahu xhelaluhu ka thonë në Kur'an inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. E padyshim se Allahu xhelaluhu xhelaluhu pra është ai i cili i pranon veprat nga të devotshmit. Dhe Ramazani ishte ky, me thonë, stimulimi që i stimulon muslimanët për të arritur këtë çështje, me arritur takvallokun, frigën dhe devotshmërinë te Allahu xhelaluhu xhelaluhu, se jo rastësisht Allahu xhelaluhu xhelaluhu në ajetin për të cilën pra e keni dëgjuar dhe të gjithë shumë herë që e përsërisin hoxhallarët, dhe ajeti është i njohur që Allahu xhelaluhu xhelaluhu kur e bëri obligim agjerimin, që është tha ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pra Allahu xhelaluhu xhelaluhu i drejtohet besimtarëve që ja u kanë bërë obligim agjerimin sikur ata të cilët e patën para jush, por ku është qëllimi? Që nëpërmjet agjerimit të arrijmë devotshmëri, të forcohet lidhja e një muslimonit, e një robit me Allahun xhelle xhelaluhu fort. Dhe pas gjitha obligueshmërive të ajeteve të agjerimit, nëse i marrim dhe i lexojmë, e vërejmë se në fund Allahu xhelle xhelaluhu një ashtu e ka përfunduar la'allahum yattaqun. Që gjitha ato nëse i krim, në fund të arrijmë devotshmërinë. E Allahu pastaj edhe garancion edhe tha inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Pra gjitha kjo është se na me këtë pikëllim të largimit të kësaj sezone që Allahu xhelle xhelaluhu e bëri sezona e hajrit dhe pista e garimit që na të garojmë, lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të na i pranon nga këto. Do të zgota pak, po Allah është problem. Njerëzit nuk e presin krejt njësoj Ramazanin, edhe Ramazani nuk e shfrytëzojnë krejt njësoj. Edhe kur vjen fundi i Ramazanit, kategoritë e njerëzve dallojnë. A mund të fletim diçka për kategoritë e njerëzve në fund të Ramazanit, se çysh e përcjellin ato Ramazanit? Po patjetër se dallojnë dhe kategoritë e njerëzve, sikur që Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an i ka dalluar dhe ato trashëguesit e librit të tij. Tha Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an në surën Fatir, tha thumma awhayna ilayka, tha Allahu xhelle xhelaluhu thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Tha Allahu xhelle xhelaluhu na kështu e trashëguam librin ton të robërit të cilët i zgjedhëm, tha Allahu xhelle xhelaluhu. Pastaj i kategorizoi ato dhe tha faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Tha Allahu xhelle xhelaluhu prej tyre,
Pra për këtyre robëve të kategorizuar janë një pjesë të cilët janë zullumqtar të vetvetes së tyre. Pra ai i cili e ka ngarkuar veten e tij me mëkate, pra është me një shtresë shumë të ulët, por ende qëndron në peshorën e besimit, në peshorën e Islamit. E një pjesë tjetër të cilët janë të mesëm, ata të cilët pra i përziten pak mëkate, pak sevape, por janë të barabartë në këtë pikë dhe u munduan që të arrijnë. Pra prej asaj shtresës pak të ulët shumë, u ngritën në shtresën e imanit si mu'mina, të cilët u munduan që ata t'ju largohen disa pjesëve, t'i bëjnë disa detyra kështu me radhë, dhe pjesa tjetër padyshim se kjo është ajo kërkesa që na kërkohet dhe na të jemi, Allahu na bëft prej kësaj kategorie që tha Allahu xhalla xhelalu minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah. Dhe një pjesë tjetër të cilët janë garusit për te Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe padyshim se dhe këto të cilët janë të Ramazanit, njerëzit, një pjesë e tyre janë të cilët e agjeruan Ramazanin, por ndoshta mund mos të kenë nga Ramazani diç tjetër vetëm se uria dhe etja. Sikur që transmeton Imam Ahmedi dhe Nesaiu nga Buhari radhiyallahu anhu që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin hadhuhu min siyamihi el-ju'u wal-'atash. Ndoshta një agjerues nuk ka hisa apo pjesë në agjerimin e tij për vetëm se uria dhe etja. Apo rubba qa'imin hadhuhu min qiyamihi as-sahar. Ose ndoshta njëri që ka fal ta natën ose vetëm ka qëndruar në kom në taravijet e në namazet e natës e kështu me radhë, po nuk ka ngelur nga hisja e saj për vetëm se që është lodh ta natën. Pse kështu? Për arsye se çdo herë këto janë domethënë ato stimulimet që ato të shtyjnë për të arritur besimin dhe për të u forcuar në lidhjen tonë me Allahun xhel xhelalu. Por dikush ndoshta ka agjeruar, po se ka ruajt syrin e tij. Dikush ndoshta ka agjeruar, po haramet nuk i ka ndaluar. E kështu me radhë, e shumë të cilët jemi të ngarkuar me këto mëkate, të cilët janë një pjesë dhalimun li nefsihi që i kanë ngarkuar vetveten e tyre me mëkate, apo atyre ja u kanë mbushur sasin e tyre mëkatet shumë. Por ende qëndrojnë në mëshirën e Allahu xhalla xhelalu që shpresojmë dhe ato që Allahu xhalla xhelalu t'i mëshiron. E pastaj mos flasim kjo pjesa tjetër të cilët janë munduar që të i kryejnë farzet, janë munduar që agjerimin të ruajnë kështu me radhë, por pjesa më e lavdëruar ato të cilët janë munduar përpjekja e tyre ka qenë që ta ruajnë agjerimin e tyre, që në fillim janë munduar që ditës parë ta shfrytëzojnë ato vazhdimisht me Kur'an, me dhikr, me namaz, e kështu me radhë, mos t'i ikin namazet në xhami, mos t'i ikin namazet me xhamat, duke u munduar nafile, duke u munduar dhikr, duke u munduar Kur'an, sadakaja, e kështu me radhë, duke dhënë, e gjithë kjo është patjetër se janë grada më e lartë. Edhe kjo është që të jeni në gradën e ihsanit, pra në asaj bamirësisë që lutim Allahun xhallahu që të na bën gjithëve në këtë gradë, edhe pastaj këto ishin ata të cilët e kishin këtë frikë që a thua mos vallë ju kanë pranuar veprat e Allahut apo ju kthehen prap veprat, por këto janë mendoj që ky kategorizim i Allahut xhallahu xhelalu mendoj që është dhe njëjtë dhe në Ramazan, por ajo e cila na jep shpresën e mëshirës së Allahut xhallahu xhelalu të gjithë to i llogariti si musliman dhe premtoi për to xhennet, ku tha xhennetu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir shmaradaita, të cilat vinë se do të futen në xhennetu adnin që Allahu xhallahu xhelalu ka përgatitur për to. Pra gjithë këto edhe pse kanë me kategoritë e tyre, nivelet e tyre të ndryshme, kush me mëkate, kush kështu, po përderisa inshallah e kanë kryer këtë obligim, shpresojmë që te Allahu xhalla xhelaluhu të gjithë të arrijnë shpërblimin e Allahu xhalla xhelaluhu dhe premtimin, për arsye se, siç thamë dhe në fillim, me të vërtetë do të jetë shumë i poshtruar ai i cili të vjen Ramazani dhe dikush të del Ramazani nga ai mos të arrijnë domethënë këto mirësi apo të arrijnë faljen e Ramazanit. Që lutim Allahun xhalla xhelalu që Allahu të na mundson gjithëve të kemi shfrytzuar ashtu si Allahu ka qenë i kënaqur, dhe Allahu të jetë i kënaqur nga ne me këto vepra dhe të na e zgjat jetën e të na mundson arritje të Ramazanit të shumta. Hoxh, jemi në minutat e fundit të emisionit. Nga ju do ta kërkoja një këshill. Me çka do të na këshilloje për fund? Padyshim se me këtë këshill mas pari e këshilloj vetveten time, edhe pastaj gjithë se na jemi mas pari, na jemi ato më meritorët që ta këshillojmë një herë veten tonë, se ato të cilën Allahu xhalla xhelalu e porositi në Kur'an, këshilla për mua dhe për gjithë, të jetë që na të jemi të devotshëm me Allahun xhalla xhelalu. E veçanërisht që tha Hasan al-Basri rahimullah,
Muajin e Ramazanit Allahu xhalla xhelaluhu e bëri si një pistë garimi, që në to njerëzit garojnë edhe fitojnë. E tash përderisa arritëm na që të punojmë dhe të fitojmë, e një pjesë e tyre në ditën e Bajramit, në ditën e festës kur të gjithë gëzohemi, një pjesë gëzohen për shkak se e kanë arritur Ramazanin dhe kanë punuar shumë dhe e kanë shfrytzuar ato. Kurse një pjesë tjetër s'kanë shfrytzuar asnjë send, por në ditën e Bajramit të dy palët ato qeshin dhe gëzohen. Por lum për atë i cili fitoi dhe gëzohet me të mirët të cilët i ka bërë dhe e ka shfrytzuar, dhe mirë për atë i cili qesh së bashku me to, por është nga të humburit. Dhe një ashtu, kujdesi i madh për ne që pas Ramazanit të jemi shumë të kujdesshëm, mos t'i prishim të gjitha ato veprat të cilat i kemi bërë në Ramazan, po të jemi të kujdesshëm që na Allahun xhalla xhelaluhu e adhurojmë dhe pas Ramazanit. Pra tha Bishr al-Hafi, tha bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sa populli i keq do të jetë ai popull i cili e njoftin Allahun xhalla xhelaluhu vetëm në Ramazan. Pra na e njohim Allahun xhalla xhelaluhu në Ramazan për arsye më shumë dhe përpjekje më shumë mundohemi për arsye se është vendi i përpjekjes që na të arrijmë atë shkallën e përforcimit të imunit tonë dhe të devotshmërisë tonë, që na pastaj ta marrim një fuqi që të vazhdojmë dhe pas Ramazanit ta adhurojmë Allahun tonë. Për arsye se Allahu xhalla xhelaluhu është ka porositur në Kur'an, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fundin e ajetit të suratul Hijr tha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Tha adhuroj Allahun xhalla xhelaluhu derisa të të vjen fundi, derisa të të vjen vdekja. Dhe mos t'i prishmi veprat tona dhe përpjekjen tonë të cilën e bëm në Ramazan, sikur që Allahu xhalla xhelaluhu na porositi dhe na tha wala takunu kellati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Mos u bëni si ajo gruaja e cila e shprishte atë tjerrën e saj fije pasi që ajo e ndërtonte mirë ato dhe e kepte mirë, pa ajo tjerra e saj pastaj e prishte ato. Normal që është e njohur për një grua e fisit Beni Temim që ka qenë e njohur në Mekë para ardhjes së Islam, do të thonë para ardhjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në kohës së xahilietit, të cilën kanë qenë kohës së ignorancës. Ajo gruaja ka qenë e marr dhe ka qenë me të meta, do të thonë anën psiqike të saj dhe ka bërë do të thonë këtë çështje ose kjo ngjarje e saj që kanë marrë shembull te ajo të gjithë njerëzit, por mos të bëhen Allahu xhalla xhelaluhu këtë shembull ja u cek pra në Kur'an, sikur ajo gruaja e cila ishte me të metat logjike të saj dhe ajo pasi që e ndërtonte mirë tjerën e saj e prishte prap fije. Por mos jemi dhe na nga ato të cilët pasi që ndërtuan besimin ton dhe u stërvitëm mirë në Ramazan, që se si ta besojmë Allahun dhe si ta edukojmë nefsin ton, shpirtin ton, dhe pastaj dhe ta arrijmë dhe atë gradën e lartë të devotshmërisë tonë me vepra, me namaz, me dhikr, me Kur'an, e pastaj të prishim më një herë pas Ramazanit. Po na të vazhdojmë dhe pas Ramazanit dhe mos ta humbim, domethënë këtë mirësi e lutim Allahun xhalla xhelalu që Allahu të na mundson, për arsye se pas Ramazanit shejtanët janë të zgjidhur dhe zgjidhen dhe sprova do të jenë shumë më shumë se sa në Ramazan. Se në Ramazan jemi munduar që ta adaptojmë nefsin tonë. Por problemi është se në mas Ramazanit pastaj qysh do t'ja dalim kur të zgjidhen dhe shejtanët. Po xhallah i shpëleft. Allah i nderoft. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo është edhe fundi i emisionit. Bashkë deri në emisionin ardhshëm, bashkë mirupafshim dhe asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.